Agim Agushi ka sjell rekord Guinness në Imar në çeljen e sezonit turistik, ku ka rrëmbyer rekordin e 16 botëror të xhonglimit të topit me kokë, duke veshur 14 bluza brenda në 1 metër katror. Në një performancë në qendër të qytetit bregdetar, Agushi ka arritur të fitojë certifikatën botërore, duke lënë një shenjë edhe në Imar. Kam kënaqësinë dhe privilegjin që sot gjidhem në qytetin e Imarës në hakin e sezonit turistike. Uroj kryetar t'ju shkatbor, sikur herave tjera dhe viteve të ardhshme. Po, është rekordi 16 me radhë i librit Guinnessit, pikërisht në qendër të qytetit të Imarës, në një disiplinë të cilën është kërkuar nga selia e librit Guinnessit në Londër, veshja e 14 paneleve të njëpasnishme duke zhvogluar me top futbollit me kokë dhe duke qëndruar në një hapësirë 1 metër katror. Domethënë, prej sotit edhe Imara është në librin e rekordit e Guinness. Unë e kam obligim moral edhe kombëtar që certifikatën e librit Guinnessit me emrin e Imarës t'ia sjellë kryetarit Faleminderit. Kryetari i Bashkisë së Imarës, Vangel Tavo, shpreh falënderues që Agim Agushi ka zgjedhur Imarën për këtë rekord, duke nisur me këmbë të mbar sipas tij çeljen e sezonit turistik. Kënaqësi për mua si kryetar bashkie, por kënaqësi për gjithë Imarën, sepse ky do të jetë rekordi botëror i Agim Agushit, por do jetë rekordi botëror i Agimit në Imar. Pra do jetë Imarës në një farë mënyre. Kështu që unë përfitoj nga rasti ta falenderoj Agimin që sot gjeti kohën për të qenë bashkë me ne në Imar në këtë festë, në këtë çelje të sezonit turistik. Ju uroj suksese dhe na rezervo në rekordin tjetër ta thyesh përsëri në Imar. Agim Agushi është fitues dhe i rekordeve të tjera Guinness në disiplinat e lira, pasi ka mundur të lërpas polakun Dariusz Kolodziejczyk.